Jam mirëmëngjesi edhe sot. Ju përshëndesim drejt për së drejti nga Reze Dielli. Jemi në kuzhinë për të nisur me njëherë me recetat, por më pas do të jemi në këndin tonë të bisedës. Kështu që na ndiqni për të kuptuar më shumë rreth tematikave që kemi zgjedhur të flasim sot. Jemi në fakt me doktor Shkëlqim Balilin për shëndetin e grave, për rrobat intime, për veshjet të cilat duhet të përzihen dhe ato kanë një mënyrë se si ne të mbajmë shëndetin tonë intim. Albana, mirë se të gjeta në kuzhinë, me produktet gati për të kënaqur ambientat. Filloj direkt me. Kemi një kek. Dje u thash me... Po shqyr, se na kishte marmalli për një qik kek në mëngjes. Tani që i shkon i vjen me një akullore, kësa i shkon i vjen, po më bëhen dy ëmbëlsira dhe kam të vajzën këtu që thotë, po bol pra bol, jo po trigliceridet, jo po kolesteroli, pra Albana bol. Edhe kështu si mire kam, unë kam pas mirë, më jep të drejtë. Shumë të drejtë jap. Kujdes. E ma mirë se kur tha Ylli dje që, më rregull se si kete aq të larta, thash me vete. Ulshove prap Albana avazin. Jo. Prap Albana avazin. Me kujdes. Atëherë, me dardhët në shërbet, që kam edhe dardhën që e kam këtu. Ato që gatuam Po, dje. shiko. Ja, i tillë duhet jetë shërbeti. Sa të mirë pas skandal, se si pam Sikur është si mjaltë, një sekondë se... Duhesh një kohë për tu... Po, duke vendosur edhe limonin nuk ngjit. Moj liskur. Tani këto do t'i shpëtosh për... Neps madja, neps pik Albana, s'ka... Ne kemi më të bukur social, për ta përshkruar një njeri që ka neps. Ja. Opa. Atëherë, sherbeti, i plot, i trashmë, i plot se sa sherbeti zakonshëm. Sepse në fillim dua të bëj glazurën. Ja, po shkaq. Opa. I vë dhe kapakun dhe e largoj se nuk më duhet. Marrim pra nga sherbeti i dardhave për përgatitjen e kekut me limon dhe lëkur dardhash, të cilat i kemi ruajtur që nga dita e djeshme, kur përgatitëm dardhat në sherbet. Ja ku kam limonin. Kemi një recet që dje. Ja, opa, ja ku kam limonin. Që mos i vendosim. Kjo është glazura. Dhe glazura që unë dua të vendos, a ju thash që lëkurat e dardhës unë do t'i përdor? Por i ke ruajtur në ujë me limon, që të mos nxjihen. Shtoj dhe lëngun e limonit dhe normalisht me një lugë bukuroshe simpatike, unë jaku i kap dhe i vendos të gjitha tek glazura që unë dua të bëj. Nëse, patjetër që kjo është një ujë i pastër, e kulloj, i vendos limon dhe e përdor për detox. Pra, në 3... Nga lëkurat e dardhave, çfarë të kenë lëshuar ato. Është diçka... E punoj glazurën. Derisa kjo mas të bëhet si e mëndafsht. Por do t'ja ullë nxehtësinë, që mos ta djeg. Dhe e lë më njanë. Opa këto. Ndërkohë njim me përbërësit e tjerë të kekut. Përbërësit kryesor të kekut që janë. Shtoj. Direkt vezë. Vezët më simpatike si asnjëherë që nga Ovital si gjithmonë. Ovital i afron. Niki shpjegimin e pason. Ti kekun e përfundon. Ndërkohë flet më shumë se sa unë pjesa e spotit e reklamës që Ovital ka zgjidhur për shikuesit tam, por duhet thënë që vezët janë një nga produktet më të shëndetshme, kanë proteina, kanë omega 3, në momentin që ato konsumohen, sigurisht që na ndihmojnë në shumë procese, përveç se na mbajnë të ngopur. Dhe është një mënyrë e mirë për ta nisur ditën me një kokër vezë Ovital. Ne i përdorim faktikisht vezët në gatime të ndryshme, në vakte të ndryshme. Mund themi që janë ndër produktet më të përdorura në kuzhinë. Shtoj sheqerin. Tu është sheqeri kristal dhe te glazura është sheqeri pluhur. Po. Opa, t'jap edhe këto këtu.
I ra aq sa mos të dëgjoj kërcitjen e sheqerit, po dhe nëse e dëgjojmë. Po ma aq përzije se do bëhet, prap do tretet. Do tretet. Sheqeri tretet dhe asgjë nuk mbetet përveç masës likuide që krijohet duke i shtuar qumësht. E pason vaj. Sikurse direkt do të shtoj dhe pluhurin pjekës ose sodën, çfarë keni ju në shtëpi. Pluhuri pjekës ka aromën dhe njëti funksion si soda, jep volum në brum. Jep volum në brum, jo sepse këtë e them unë. Ka primën. Ka pritmin. Nuk ka shumë punë. Lëre me se e bëj unë. Po shkoj të flequ. Që tani? O që të bësh me vonë ti? E shkëllqim balili. Lere, tani lëre me këto bejtet. Do t'i vazhdojmë më vonë. Shtoj një mas gjë riratë. Fëndrati? Të them të drejtën, unë më parë kam par shumë ëndra. Dhe i kam edhe të shënjuara këto ëndra, më dalin. Të dalin, në? Por tani, duke urinuar, kujtesa më kam baruar. Nuk i mbaj mend më. Ti shpjegon ti do të ëndër, për shumë kur thua dikuj që shiko kam parë ëndër, sikur... Po me thënë të drejtën, po. Po, çfarë është shef në ëndër, sikur gjen monedha? Plot, monedha. Ama në keqe nuk e shpjegoj, vetëm më jep di mua dhe mbaroj. Tani këto monedha të shpasuri, kurse ato të voglat janë fjalë. Kështu si edhe unë me dëgjuar e kam, se nuk e di. Lafe. Ato këllet e shkreta. E di pyesim që kanë vica tona, çfarë ëndra shohin ato edhe si interpretojnë. Lerë, mos pyet. Ke parë ëndër? Kanë parë dhe më kanë parë. Nëse ke parë ëndër, mos më shi vëngër. Ndroj mua ëndra që ju keni parë, si interpretoni, na telefononi, do keni numrin në ekran dhe le të flasim çik për ëndrat. Atëherë. Ato në gjumë. Lëngun. Jo ato me sy hapur. E frutave të thata. E largoj dhe i lë? Po. Se më rimëndet ato mangërët më emenë. Ëndra janë bëvaki dhe dalin. Po pse mos të dalin, le të dalin. Po kush e ka dhe shpjeguar dhe kush e di që po shper në ëndrë këtë shpjeguesi i ëndrave. Monedhe, ti do të marrësh këtë shpërblim në jetë. Shpërblimi më i madh në jetë është vepra që ne bëjmë në përditshmëri. Absolutisht. Është mirësia jonë. Dhe pse mirësinë faktikisht e marrin për pikë të dobët e marrin. Por ti bëj punën tënde, ti ndiq rrugën tënde, se të gjitha gjërat në jetë vinë vetë. Faktikisht ëndrat e mia janë shumë bukura. Përveç atyre që unë çfarë shoh në gjumë. Mi, po flasim për këto. Por ëndrat e mia janë shumë të bukura. Dhe besoj kur ëndrat e tuaj këtë bukura dhe i ndërton bukur, një vend të vogël parajse ti do ta gjesh. Parajsa është këtu, çfarë bëjmë këtu? Lëra në atë botë. Pra, do ta gjejmë. Mbas veprimeve që bëjmë do ta gjejmë edhe vendin. Njerëzit nuk i rrit vlerat, njerëzve nuk i rriten vlerat për shkak të statusit apo fjalëve apo për bravo. Po për ato veprime dhe sjellje që ato kanë me të tjerët. Tani unë dua që të dëgjoj pak anvisat për ëndrat. Me që ti do të dëgjosh anvisat, unë ika. Na tregoni ëndrat, çfarë keni parë dhe a ju besoni ëndrave, si interpretoni, si shpjegoni ju ato, na tregoni ndonjë ëndër të çuditshme që keni parë këto ditë. Ndërkohë që ne ju ëmbëlsojmë me kekun, me limon dhe me lëkurë dardhash, i lexojmë pak përbërësit së bashku se çfarë përmban kjo recetë.
Shumë prej jush ne kërkojnë që t'i lexojmë her pas here përbërësit kështu të shkruar, po përgatisim pra kek me limon dhe lëkurë dardhash. Ju duhet një limon i madh. Albana tani po e qëron, po merr atë pjesën e ekstraktit të lëkurës, tipës. Sheqer ju duhet 180 gram, më pak se një gotë, 70 ml vaj vegetal, 50 ml qumësht, 3 vezë, 250 gram miell, 10 gram plur pjekës, një filxhan çaj me fruta të thata, mix, një lug çaj me gjalp dhe lëkura të dardhave. Për glazurën që përgatisim, na duhet sheqer plur dhe 2-3 lugë gjelle lëng limoni. Ne për këtë pjesë të glazurës kemi marrë nga sherbeti i dardhave të ziera dje që përgatitëm, nëse na keni ndjekur. Atëherë, opa, nuk të si dua, nuk janë për mua. Vetëm limonin e ka marrë hua, ku të bëqejon hazi tjetër, shiko? Po të duam, këtu vendosim një letër, ose në të kundërt. Pak vaj për të mos Pak ngjitur vaj. I japim një lyerje ashtu siç e do zakoni. Dhe më pas furën në gradën, jo ju si të doni, po siç duhet. Do s'kam desur furën unë. Se lyej unë tavën. Urdhëro dhe vendos furën në. Se ngrohet shpejt. Ne nuk e vendosim po su ngroh sa që duhet, sepse na bie volumi i kekut. Ja, vendosim brumin. Tap, ose me letër, ose me vaj në fund, si ta keni ju mundësin. Tek 200 gradë, që të piqet rahat, pa tjetër, që e ka një shtrat, dhe shtrati nuk është mesatar, është pak i trash, por juve nuk ju shqetëson fare kjo gjë. Gjë që brumin të derdhet e lë. Kjo është trajta që do të ketë brumi kekut ton, me fruta mix të thata, me lëkur limoni dhe lëkura dardhash. E lë paksa të rehatohet. Derisa të ngrohet fura. Derisa fura të ngrohet, dhe më pas brumi mirë të shtrohet. Po, që kur të piqet të mos forcohet. Kalojmë te mesazhi promocional dhe rikthehemi për të vazhduar me recetën e dytë. Ne do bëjmë një buk shtëpie. Na shijon më shumë kur e gatuajmë vetë në shtëpi. E bëjmë sipas shefit ton, shtojmë aty çfarë të duam, kështu që e shijojmë edhe nuk ndihemi shumë në faj, ku themi çfarë mund të ketë kjo buka, kështu që kur e shohim vetë me syt ton, atëherë na duhet qumësh vezë. Vezën të plot nuk e ndajmë në pjesë. Ku është kripash sheqeri, normalisht ta del shtesë edhe majaja. Kam pakës gjalp që brumi të bëhet më i butë. Të gjitha këto unë i thash, por olën e lash për në fund, ai që është jam bitort. Më duhet të kem 500 gram. Gjysmën e pakës. Shtoj, qa shtoj? Majan e thatë. Ishte sheqer. Sikurse edhe miell. Pakës miell. Dhe masën e qumshtit. E përzije i mirë, është buk, jo ëmbëlsirë. Derisa kjo masë të filloj të bulzoj. Masat gramaturën e keni tamam. Çfarë gjithë mi ka mielli? Ne që jemi me syze, normalisht dhe vëmë syze, dylbit. Po ja, ka këtu gramaturat. Kush 500 që? Ja, ma gjemi vetë, ma gjemi pak ti. E deri këtu pas të dërzoa. Ti ke fikste 500-ta. 500 kam fiks. Pra këtë mas, unë të gjithë të ashtoj tek në tasë, tena. Për këtë recet buke, apo dhe recetat të tjera, mund të përdorni këtë miell, pra që është për çdo përdorim, që jo përmbledh të gjitha llojet e gatimeve me brum që ju mund të përgatisni, por mund të zgjidhni dhe nga variantet e tjera, paketimet e tjera që Ola na vën në dispozicion, miellin super
Ashtu, 500 e ke gati. Tani, si ta lonë, se mos a lë, reakcioni do ndodhë. Se do ta lë që të qetësohet. Shtoj masën e qumshit. Mas kripe. Si kurse dhe mas mjelli. E mirat mirave është që ky brum të kaloj në mikser. Por unë pa e bëj për pjesën që dikush nuk e ka të mikser, kombinatin e bukës, brumit. Prandaj dhe e punoj. Do t'i shtoj të gjithë këtë mas gjalpi. Edhe gjalpi mban këtu të shkrifët, but. Pra nuk shtova vaj, po gjalp. Duke u punuar në mikser, normalisht punohet çdo qelizë e brumit. Pra del shumë më e mëndafsht. Po nuk do të thotë gjë, se më parë nuk kanë ekzistuar këto, kanë qenë duart. Duart dhe gishtin magjik. Gjë që nuk përtoj fare, por punoj brumin. Një nga proceset më të rëndësishme është dhe punimi sa më i mirë i brumit. Duhet të punohet mirë. Pra. Nuk duhet jetë brum gjitës. Dhe zut të qëndroj. Pra ju keni masa tamam si duhet, Fare mos më bëj zë, se ndryshe aty brenda të lë. Tani. Duket ka nevojë për... Për çfarë ka nevojë? E vendosa në minutazhin e dur të... Unë orën e kam këtu, do, s'do. Bukën do ta. Buka është në mas të vogël në brum, por nga që do të fryet, do të marri një volum nga majaja dhe përbërësit që në shtuar. Derisa ena e gjitha të pastrohet, pa isja këtu. E punoj mirë dhe ndërkohë... Do ta punoj mirë këtu. Mund të ndajmë në copza brumit tjera, që t'i bëjmë për t'i mbushur sanduiç, mund t'a lëmë kështu si që është, kështu që vendosim, pastaj në një tepsi të ndarë në disa pjesë, ja në këtu, për masën e brumit, dhe i mbushim sanduiçet me çfarë të dëshirojmë. Ka ide më të këto janë kështu të butë që shoqërohen. Nuk i mbushim asnjë gjë këto neve, këto. Okej, janë nga ato që jam ndrova recetën, tash ndrova, buta të shkripta gjitha në parë, ndrova recetën. Por jo se zmbushen po të duam, por ne do t'i shoqërojmë gatimet e tjera. Bukëza të vogla, i shohim edhe një herë se çfarë i shtuam brumit, për masat e veta, pra edhe në recetë ne kemi shkruar bukë but për sanduiç. Ju duhet 500 gram miell, 6 gram maja e thatë, 15 gram sheqer, 270 ml qumësht, një vezë e madhe, 60 gram gjalp dhe 5 gram krip. Të gjithë përbërësit në një tas. I punoni mirë, e lini të qëndroj patjetër në shtëpi, do ta lini më shumë se sa ne këtu, për shkak të kohës, dhe më pas do ta ndani në pjesë të barabarta me njëra tjetrën. Sërish t'i punoni, sërish t'i vendosni për të pushuar, dhe i pjekim në furr. Kështu është radha e proceseve. Ç'a gatuaj më pas? Më pas kemi makarona. Pas kemi spirale, kemi zë sot me qofte. Po, por për këtë gjë mos më ngut. Absolutisht, makaronat i kemi vënë të zjesi, duket ka një proces tjetër më pas për t'i shoqëruar, kështu që i tregoj më pas dhe recetën e makaronave, gjithmonë makaronat nga kompania Ola, që zgjedh t'i prodhoj ato në Venezia, në vendin e prodhimit të makaronave, sipas mjeshtrave të përpunimit të këtyre produkteve, mjeshtrave italian, duke sjell një
pastë premium në vendin tonë, me gjithë format e mundshme të përgatitjes, elementet që duhet vetëm i brumi, lëndës së parë, pra të grurit të përzgjedhur, të miellit të duhur, të prerjes në pllaka bronzi, për të sjellë makarona me teksturë të ashpër, që salca të qëndrojë mirë, që shija të jetë më e veçantë, por gjithashtu edhe tretja të jetë më e shpejtë. Tani kalojmë në publicitet, në reklama, si të shihni bukëzat janë gati, të punuara mirë, sipas mundësisë dhe kohës që kemi këtu. Dhe fura do t'jetë e parangrorë, sepse po pjekim kekun, do t'i vendosim edhe, këtu kështu do qëndrojnë në tepsinje fillimisht, do t'i lëmë të qëndrojnë dhe pak, bukur fort. Pra, receta e bukëzave të buta, përfundoj këtu, kalojmë në një pushim na duhet për të rregulluar, sistemuar tryezën tonë dhe për të bashkuar sërish me kuzhinën pas pak. Mirë se erdhët përsëri në pjesën e fundit, këtë herë në rreze dielli, në kuzhinën tonë, ku kemi përgatitur një kek, kemi vazhduar me bukë të vogla dhe tani është momenti për recetën e tretë, po jo më pak të rëndësishme. Momenti. Kemi makarona me qofte. Është makarona me qofte. I lexon ti këto produktet një herë të gjitha, pastaj edhe unë të duhet ta ndajmë në dy pjesë. Kemi makarona me qofte të vogla në tigan. Ju duhet përgatisi fillimisht brumin e qofteve, mish të grirë 250 gram, një lugë çaj piper i zi, një lugë çaj kumin, një lugë çaj sot buke, një lugë çaj krip, një lugë çaj spec i kuq pluhur, gjysmë lugë çaj hudhër pluhur, 2 theta bukë e ndenjur, një kokër vezë, 2 lugë vaj ulliri, një lugë gjelle salcë koncentrat, një filxhan çaj salcë domate, 250-300 gram makarona, të vogla ose llojet që ju dëshironi, djathka çkavalli i grirë, krip, piper i zi, kumin, majdanos i grirë holl. Të gjithë përbërësit që unë lexova janë mbi tryezë dhe ne vijojmë me përgatitjen. Bukën që e kam të njomur me ujë. Shtoj mishin. Vezën. Sot. Krip. Kumin. Speci kuq pluhur. Hudhrën gjysmën. Piperin. Pjesa tjetër këtu. Sot gjë që nuk më duhet më tepër. Dhe të gjitha erëzat që unë i vendosa. Të gjitha i largoj. Kam zirë makaronat. Më pak, 2 minuta më pak nga që duhet. Ujnë e zjerjes e kam lënë. Dhe kam krijuar këtë brum të qofteve. Gjë që vendos tiganin, është nxehur tigani dhe më pas shtoj vajin. Laj pak duart dhe vi për të bërë. Japim formën qofteve. Pastaj do të shtojmë edhe pjesën e tjetër të produkteve, salcën dhe domatet. Qofte do të japim formë të rumbullake dhe të vogla, apo jo, që të jenë më praktike. Vetë do të skuqen dhe do të zinë aty me pjesën tjetër të salcës. Paka shumë, mos mendoni tani që pa tjetër që unë kam edhe format e qofteve që ti bëj të gjitha të njëjta. Po në këtë rast nuk është se na pengon as forma dhe as nëse del dikush diçka më. Ato ndodhin
kur ne duam të bëjmë ato antipastat, që kemi një tryezë të zbukuruar me produkte të tjera. Po në këtë rast... Largoj pak dhe vajnë që mos të marrë studio flak, se flak merr vetë nga energjia, s'ka është. Duart me vaj, për të krijuar shumë kollaj, qoftet e vogla, nuk vendos miell. Dhe sasinë e hudhrës në këtë rast e kanë me pluhur, sa për ta prekur pak dhe për ta ngacmuar shijen dhe aromën e hudhrës. Gjatë kohës që përgatisim këtë recetë, ndërkohë në furrë piqet edhe bukëzat e vogla dhe keku. I kemi vendosur të dyja të gatuara në pjesën e parë. Dhe tani, direkt, unë i vendos, vaj du të jetë nxehtë, që mos në ngjisin qoftet. Po, dhe një kombinim që shkon në shije e përtretjen, edhe makaronat, edhe mish, pra proteinat, bashkë me karbohidratet. Në vaj të ngrohur i skuqim nga llojet që ne kemi zgjedhur, pra Ola na ofron disa variante të pastave, si linguini, në formë spirale, flutura, pene, emerald, madhësi të ndryshme për të përshtatur gatimeve tuaja. Sa qopë të u bën? Bën një 10? Nuk e numërova fare, por që të laj duart patjetër që tani. I skuqim nga të dy anët, mjaftueshëm vaj dhe nuk është shumë i nxehtë që ato të mos sahen apo të mos digjen. Pa ty çfarë kemi? Nuk kemi glazurën. Kam glazurën, shiko. Duke lënë të ftohet, normalisht që dhe ashtojmë si për kekut. Merë edhe masën e duhur. Ma një luk tjetër. Për të kthyer tani kur keku të piqet, glazurën ja shtojmë të ftohur apo të nxehtë, do të njëra. Nuk ka problem se nuk është shërbet. Okej, do të qëndrojë në pjesën e sipërme. Po. Ja, këtu. Ti thash dje, mos largoni asgjë, çdo pjesë e frutit apo perimet është e ngrënshme. Çdo gjë, çdo gjë. Ja, super. Edhe dardha, siç e përzgjodhëm ne, tek pjesa e lëkurës, thuhet që i ka makaronat, e po flasim për cilësia. Nuk ngjisin. Nuk ngjisin dhe jo më kot unë i lash në tenxhere, i lash dhe të nxehta, që të kuptoni që kur një produkt është i nxehtë, normalisht ngjit. Po. Ja. Edhe gjatë zgjerrjes. Po ti kisha hedhur vaj të shkëlqenin. Sepse është edhe ky një truk. Edhe unë besoj se truket e mia i kam thënë shumë hapur. Ja ku duket. Çfarë? Kam shtuar pak fare krip për shije dhe që këtë e vërteton shumë mirë luga. I lë, se i thash, besoj të gjitha çfarë duhet këtu. Tek. Absolutisht një nga recetat që e përdorin shpesh anvisat në kombinimet e tyre. Shtoj, por nuk ka përfunduar këtu, se qofse duan çik salcën aty, të koncentruar, të olluar të ujë makaronave. Sikurse të gjitha erzat që u shtuan qofteve. Erzat. Që te kumini, piperi kuq, piperi zi. Në fund fare kemi dhe tufën e majdanozit. Ja, kemi një të freskët. Sikurse domatet pomodoro.
të cilat thuhet që kur gatuhen në pak vaj që ngrohen, janë edhe më të shijshme, por aktivizojnë më mirë edhe likopenin e tyre, nëse duam që t'i shfrytëzojmë për këtë përbërës kryesor. Shtoj makaronat sikurse dhe edhe shumë pak ujë, shumë pak, nga bimët aromatike. Për të tretur të salcën. E largoj dhe e pastroj. Dhe ja, aty zjen edhe salca, tretet mirë, sepse është e koncentruar. Dhe po ashtu edhe e qoftet. Shkëmben dhe aroma, tani më duhet të sjell kekun se jemi në fund. Duhet jetë pjekur ndoshta? Po e provojmë. Në të kundërt sërish të vendos, tani nuk është më rrezikshme sepse ka marrë atë fryrjen. Por kam përshtypjen se I duhet akoma kohë Albana. Kështu që glazurën Avisa do të kenë mundësi ta shohin, si fe? Duhet. Në fund ne bëjmë një çarje këtu që po, e kemi bërë vetë çarjen në mes. Më mirë vendosim në furrë sepse lëm të piqet edhe pak bashkë finalen si duhet dhe e vendosim në foto, se ka minutazhin e vetë. Të cilat edhe ato janë fryrë, po piqen, po kanë filluar të marrin edhe ngjyrë, kështu që të keni mundësi të shihni në fotot tona respektive. Në rrjetet sociale, shifeni pak sa të mira kanë dalë, si sfingjer, edhe formën e kanë shumë bukur, kanë ardhur mirë, kështu që po e mbyll që të vazhdoj procesi I tyre I pjekjes. Ndërkohë, ne përshëndetemi me Anvisat, receta e makaronave me makaronat si shto dhe pjesën e djathit. Dhe një pjatë fantastike. E gjithë kjo masa këtu. Pjatë. Ja, shiko. Shumë e shishme. Urdhëro. Të lumshin duart. Kjo ishte receta e tretë dhe fundit për ditën e sotme, kështu që ju përshëndesim nga kuzhina. Në pak minuta, reklama dhe flesh informativ, do të rikthehemi përsëri në rrezën tonë. Shpesher ne I zgjedhim veshjet duke u bazuar tek moda, tek komoditeti, tek shijet personale, po rrallëherë mendojmë se pikërisht cilësia e veshjeve, lloji I veshjeve mund të ndikojnë patjetër në shëndetin ton intim dhe shëndetin ton të përgjithshëm. Për shembull, pantallonat e shkurtra, materiale sintetike apo të brendshme të papërshtatshme, zakone të përditshmërisë tonë që duket sikur na japin një farë komoditeti, duken si të padëmshme, por nga ana tjetër nuk e dim, nuk e kemi llogaritur se mund të favorizojnë edhe problematika të shëndetit, irritime, infeksione e të tjera. Për t'i dhënë pyetje të gjitha këtyre, për t'i dhënë përgjigje të gjitha këtyre pyetjeve, kemi ftuar në studio doktor Shkëlqim Balilin dhe për të marrë këshillat e duhura për shëndetin intim dhe veshjet. Mirë se erdhët, doktor. Faleminderit. E kemi zgjedhur këtë temë, duke qenë se është dhe verë tani, materialet e rrobave të plazhit, veshjet që ne përdorim në përditshmërinë tonë. Nuk e kemi diskutuar ndonjëherë këto tema, sa të rëndësishme janë veshjet në shëndetin intim. Pse duhet të nënvizohet kjo tematik sipas jush? Kjo tematik është shumë e rëndësishme. Bile unë dua të falenderoj edhe për ftesën, njëkohësisht edhe për pyetjen që është aktuale. Dhe unë po ju them një gjë që të më kuptoni tamam dhe të më kuptojnë të gjithë ata që po na dëgjojnë. Veshjet kanë një ndikim të drejt për drejt me shëndetin intim ose me shëndetin ginekologjik. Veshjet, jo vetëm që shkenca sot I ka përcaktuar komplet, por veshjet kanë të bëjnë sepse ne gjatë gjithë kohës kemi diskutuar dhe kjo temë nuk është të përpunuar aq shumë sa duhet dhe nuk është kuptuar aq shumë sa duhet. Ne sot jetojmë në një situatë një çik të disfavorshme, në një situatë të ngarkuar me lëndë kimike, me substanca kimike, të cilat I marrim nëpërmjet kontaktit të ushqimeve, I marrim nëpërmjet kontaktit me lëkurën, nëpërmjet kontaktit me detergjentët, produktet kozmetike, me pesticidet, me herbicidet, pra të gjitha këto, plastikat, ftalatet, që janë të proceset e bukurisë, të proceset e kozmetikës, janë parfumet, janë locionet, janë sapunat, të gjitha këto kanë krijuar një mingarkesë në natyrë. Dhe unë po ju them një gjë, sot nuk ka asnjë gjë natyrale
gjithçka që ekziston dhe në këtë studio, gjithçka që shikojmë, me këtë ndryqim dhe me këtë gjë e ka bërë dore njeriu. Pra sot ekziston vetëm një gjë e natyrës dhe e Zotit, që është oksigjeni. Dhe ne jemi të kontaminuar nga toka, nga ajri dhe nga uji. Dhe nga industria, dhe nga kimia. Dhe ne duhet me patjetër të zgjedhim një mundësi në veshjen tonë për të pasur një akomodim të plot drejt për drejt me shëndetin tonë në përgjithësi dhe me shëndetin tonë riprodus. Kështu që veshjet, unë kam vënë re tani dhe shikoj. Cilat veshje kryon probleme, me qënë se e nisët për këtë? Cilat lloje materiale apo çdo lloj veshje na krijon probleme? Materiali i parë që duhet për veshje, duhet, bile është një postulat për shëndetin, nuk duhet vrar mendja fare. Çdo veshje e brendshme duhet jetë 100% pambuk. Pambuku është ai që liron ajrin, është ai që eliminon lagështirën, është ai që eliminon temperaturën, është ai që eliminon errësirën, dhe unë po ju them që shikoj shumë të rinj dhe të reja sot në Tiranë që vishën me zeza, që mbajnë pantallona të zeza të shkurtra ose të gjata, që në vizit kanë vënë re djemë të cilët kanë paftësi të një normaliteti të spermës, që mbajnë të mbathurat e tyre me përmbajtje poliestri, të ngushta, të errta dhe testet që ndrojnë gjithkohën të palëvizur. Këtu ka dy nocione kryesore dëm kuptoni. Veshjet kanë të bëjnë shumë tek femrat dhe tek meshkujt. Tek femrat me patjetër dhe me patjetër duhet të jenë vetëm pambuk 100%, duhet të jenë të lira, duhet të jenë të bardha, duhet të ndrohen shpesh, duhet sepse... Kur thoni shpesh, sa? Ja, po të mund, sepse vagina, vulva dhe lëkura merr frymë. Pra, ka sistemin e respiracionit. Dhe pambuku është ai që lejon ajrin, që eliminon lagështirën, që jep një komoditet, një rehatësi të veshur. Bukuria shpeshherë është sakrificë. Edhe unë kam parë vajza dhe gra të cilët janë mbi peshë dhe mbajnë një tak 10 cm të lartë. Ose mbajnë parfume dhe locione dhe kremra dhe kur dalë në diell ju shkëlqejnë fytyra me nuanca. Që të gjitha kanë substanca toksike. Dhe veshjet poliester, veshjet sintetike, kanë një dëm shumë të madh, sepse ato lëshojnë mikroplastikat. Të gjitha pëlhurat sintetike që dalje dhe shiten, të gjitha të veshjet e brendshme me ngjyra, të kuqe, të brënd, të blu, të gjitha janë të futura në lëndë kimike. Dhe këto lëndë kimike vërtetojnë në mënyrë jashtëzakonisht dëmshme me kontaktin me lëkurën, në kontaktin me funksionin, me ajrimin që duhet të ketë vulva, që duhet të ketë vagina, që duhet të ketë tek meshkujt. Është vërtetuar shkencërisht tashmë, duhet të ma kuptoni se po flas me sinqeritet. Janë bërë studime shkencore dhe studime të caktuara në 3.000-4.000 meshkuj. Janë mbajtur 3 muaj veshje të brendshme poliester dhe poliestri si lëndë kimike dhe jo transparente, jo permeabël, që nuk lejon ajrin të i brenda, në fërkim me skrotumin, me organi që mban 2 testet, ka krijuar voltazh elektrik dhe sperma ka pushuar dhe ka shkuar puna deri në azospermi dhe është riparuar mbas 3 muaj. Pra mund t'ja vëmë fajin veshjet e brendshme, sidomos të meshkujt, duhet t'jenë patjetër 100% pambuk. Bile unë ju them në njerë dhe qeshin, duhet t'jenë të bardha, duhet t'jenë me 3 komça të hapura, duhet t'jenë të lira, sepse shtrëngimi ka të bëjë 2 gjëra. E para nuk lejon qarkullimin e gjakut, e dyta i mban errësirë, i mban të palëvizura, dhe tek meshkujt ka një tjetër fenomen që është aktual dhe shkencor, është temperatura. Pra, Zoti meshkujt i ka bërë që testet të qëndrojnë jashtë trupit. Dhe testet, sot shkenca ka përcaktuar 4 gradë, 5 gradë nën temperaturën e trupit. Testet janë frigorifer. Ato shkrodhme dhe testet duhet qëndrojnë. Nëse testet
marrin temperaturën e trupit, sperma pushon. Për shembull, po ju them, një mashkull i shëndetshëm, një mashkull që rri gjithë ditën në zyrë, një shofer që punon me orë të zgjatura me makinë, një njeri që shkon në sauna, një tjetër që lahet në vas të nxehtë, një kuzhiner, një tjetër, me këta që përdorin, ose këto që përdorin radiografit këto, të gjitha kanë efekte. Edhe rrezatimi, po mbi të gjitha temperatura. Dhe temperatura bën që epididymis, testi ka një organ shumë special, që quhet epididymis, dhe ky epididymis i ka të gjitha venat, dhe venat janë të tilla që kanë një formë të tillë që ushqejnë dhe është furra ku piqet sperma, dhe nëse këto vena janë më të zgjeruara dhe gjaku qëndron për një kohë të gjatë, vetëm temperatura e gjakut nuk lejon që të prodhohet sperma normal. Meshkujt prodhojnë çdo 3 muaj spermë. Çdo sekond prodhojnë 300.000, në një marrëdhënie seksuale të rregullt hedhin 300 milion, dhe ka meshkuj të cilët testet i mbajnë të shtrënguara. Mandej, unë kam dhe një shembull që po e them, se është popullore. Ju them disave, nga Berati, dhe a e ke parë demin ku lëvizi lullet paf, e kam parë, po ti pse ke lë testet shumë, të mbytura, të ngushura. Dhe dhe, ajrimi, liria, veshja, ka shumë të bëjë. Kjo ka të bëjë me së pari me kontaktin me temperaturën, dhe së dyti duhet të ruajmi nga të gjitha veshjet që prodhojnë mikroplastikën, që kanë substanca kimike. Të gjitha veshjet sintetike janë jo permeabile, nuk lejojnë ajrin të hyjë, po një ta gjë ndodh edhe tek vajzat dhe djemt që bëjnë plazh. Veshjet e lagura. Duhet vajzat njëherë... Përpara se të prekim veshjet, me qënë se ju përmëndet formën e të brëndshme të meshkujve, po të vajzat, të cilat dhe vajzat e reja kanë format të ndryshme të veshjeve intime, për shkak të modës, komoditetit dhe bukurisë. Vajzat adoleshente dhe vajzat që fillon menarket, vajzat e vogla dhe ato dhe adoleshentet, do kenë një kujdes shumë të veçantë për shëndetin e tyre. E para njerë që do i them është që të kenë veshje pambuku, që në periudhën e ciklit të kenë një kujdes të veçantë, duhet që të pastrojnë disa herë në ditë, ato picetat që mbajnë duhet jenë krejt natyrale, nuk duhet jenë sintetike, dhe të mbathurat absolutisht të mos jenë poliester. Duhet jenë vetë pambuku. Të eliminohen ato që janë për kampin e pushimit në Majorka, në Spanjë, tangat. Ato kanë një të keqet madhe. Ato kanë kontakt shumë të madh me zorën e trash, me anusin, dhe ato japin iritim, ato japin infekcion, ato tërheqin mikrobet nga zora e trash dhe përpara drejt vulvës, drejt vaginës. Këto që ato nuk duhet mbajtur për një kohë të gjatë, janë me nejlon ose me poliester, dhe e para gjë që bëjnë, japin fërkim, acarim, iritim të lëkurës. Faleminderit doktor që sollët në vëmendje, sepse është në mas përdorimi i tyre për shkak të... Është një gjë shumë, duhet hequr nga përdorimi. Ato mund të bahen për një kohë kështu, por mirë është që të mbahen vetëm veshje pambukut të bardha, të lira. Dhe e dyta që kam, asnjë vajzë dhe grua nuk duhet të qëndrojë me veshje të brendshme të lagura sa po del nga banja, nga deti, nga banja, nga dushet, me njerë duhet ndrohet. Dhe mirë është që vajzat e reja, adoleshente për shembull, unë do të thosha që veshjet e brendshme mundësisht të jenë të përditshme. Dhe me thënë, djersa, ngrohja, temperatura, gjithë shka që bëjnë aktiviteti, duhet që ti ndrojnë një që përshpesh. Të përditshme njerë dyherë në ditë patjetër, po të meshkujt, sa shpejt duhet të ndrojnë? Dhe meshkujt, çdo 2 ditë duhet ndrojnë të mbathurat, dhe çdo 6 muaj do të heqin ato të marrin të tjera. Okej, edhe kjo është shumë e rëndësishme. Edhe të bardhë, të gjejnë vetë pambuk, edhe të lira. Duken si detaje të parëndësishme, por që janë fort rëndësishme të lidhura me shëndetin dhe me fertilitetin dhe me sëmundjet. 85% të meshkujve që kanë ardhur në klinik, unë i kam parë të tëra me të mbathura nga treku i çamëve, me ato që janë me poliester. Dhe të tërë të shtrënguar, të tërë kanë 4 gishtë lastik që e mbajnë këtu barkun të shtrënguar. Kjo ka efekt ke qarkullimi i gjakut, kjo ka efekt ke konditat e akomodacionit normal të fiziologjik. Duhet organet marrin
frym, duhet të jenë normale, sepse ka një gjë, shëndeti i riprodhues është njësoj si shëndeti tjetër. Shëndeti, nëse do thoshim se që shëndeti është mirëqenia absolute, mirëqenia fizike, mirëqenia mendore, mirëqenia sociale dhe aftësia e plot riprodhuese. Jemi përballë kësaj situate, meqense jemi në periudhë plazhi, ku në ato ditët e plazhit sigurisht njerëzit do të lahen në det, më pas do të fahen në shazllon. Ju thatë që menjëherë pas daljes duhet të ndrohet, por kjo s'është e mundur, duke qenë se njerëzit kanë zgjedhur të jenë larg atyre kabinave ose si mund të. Do të thosha kështu. Plazhi është shumë i domosdoshëm dhe vlerën e ka ke ultraviolet, jo ke rrezet infrakuqe. Pra, nëse do të shkojmë në plazh, së pari do respektojmë rrezatimin biologjik. Dhe rrezatimi biologjik me efekte shumë të mëdha në shëndetin tonë, sidomos për vitaminën D. Vitamina D është hormon, vetëm në Shqipëri quhet vitaminë. Prodhohet nga trupi, shkon në gjak, metabolizohet në mëlçi, prandaj shkojnë në veshk, metabolizohet në veshk dhe nxjerr 25 ohon që kapim ne në gjak, që nxjerrim nivelin. Që këtu e quajnë normale, 25-30, sa duhet të jetë vlera? Duhet të jetë normale. Unë nuk jam dakord me atë që thua në letrat këtu në Shqipëri, që thonë 30 deri në 70-80. Vlera normale. 30-a është minimal, mund të quhet e disi e kompensuar, por nuk thuhet je mirë, ik. Norma duhet të jetë patjetër ke gratë mbi 55 dhe maksimalja duhet të jetë 75-100. Toksicitetin e ka 100-150. Kështu që ne duhet të trajtojmë një organizëm të plot me një vitamin, me një hormon të vitaminës D. Vitamina D është hormon, prodhohet nga trupi, hyn në gjak, hyn në qeliz, hyn në membran, hyn në ADN dhe është aleat jon për imunitetin. E vërteta e të gjithëve është që vitaminën D e kemi gjithmonë në nivel të ulët, pavarësisht se kemi 365 ditë me diell në vendin tonë. Do të falenderoj për këtë. Të tërë kanë 10, të tërë kanë 15, është i lumtur ai që ka 30. Nuk kanë parasysh që ta ketë 60 ose 50. Dhe dyta, vitamina D, shëndeti i trurit, shëndeti i zemrës, shëndeti i kockës. Dhe ka një gjë në specialitetin tonë. Është hormoni i prindërimit, të bën prindër. Është hormoni i spermës, është hormoni i fekondimit, hormoni i ovulacionit, hormoni i implantimit, i një shtatzanie të suksesshme që të nxjerr 4 kg fëmijë në fund. Pra, shumica e suplementojnë, por përsëri nuk kanë nivele të larta. Edhe përmes ushqimit nuk arrin do ta përthithin. Është problem përthithja që nuk e kemi në nivelin e duhur. E para është mënyra se si e marrin. Marrin doza të vogla, nuk janë me një disiplinë të fortë për ta korrigjuar trupin, nuk e ka psikologjinë që këtë duhet ta korrigjojë, është parametër esencial i jetës, është për turin, për kockën, për zemrën. Dhe që të merret duhet të jetë, ose duhet të merret, po kryesorja është dieta, është ushqimi. Një nga vlerat më të mëdha, çdo familje, çdo të shtunë, ose një herë në javë, duhet të hajë një mëlçi të zezë. Domethënë, jo të gjithë mëlçin, po them, po një pjesë mëlçie në të pritet të fetat tolla, në zgar, me një gotë verë, me një verë ku që ka resveratrol të shtë tjetër. Dhe është burimi me esencial i vitaminës D. Kjo një sardele 2. I vetmi peshk, sepse ne salmoni nuk e kemi të egër, si që ka bota, po ama sardele është i vetmi peshk që ka një komponent shumë të madh të vitaminës D, të vitaminës C dhe të omegës 3. Dhe ne... Dhe është dhe një produkt i lirë. Ne duhet të abonohemi tek kanaqet e sardelve, dhe ke sardelet e freskëta, dhe ke kanaqet. Bile njerëzit që nuk kanë mundësi, mund 3 vakte, 4 vakte në javë, mund të hapë sardele. Bile pa edhe në pjatë. Aty të hapë sardele dhe në vajulliri, qartë. Të ndalemi pak tek infeksionet që shfaqen tani nga rrobat e plazhit, sepse janë më masive nga pishinat, nga rrobat e lagura. Është kjo këshilla. Çfarë këshilla shkeni? Këshilla është kjo. Sa po të dalin nga uji, duhet të ndrojë të mbathurat. Veshjet. Pra, baroj banjën, ajo duhet ketë mundësi të shkoj diku të ndrojë veshjet dhe të thata. Qëndrimi i veshmbathjeve intime të lagura, duam apo s'duam ne, thahen, irritojnë lëkurën, japin irritacione dhe kini parasysh.
sidomos kur nuk janë pambuk, veprimi mikroplastikës është 100%. Kështu që ato duhet të shkojnë, të bëjnë banjën dhe të veshën të mbathurat të tjera për të qëndruar. Nëse do lajnë çdo 5 minuta, nuk ka mundësi që të shkojnë të ndrojnë 5 herë. Por problemi është që do të lajnë, do bëjnë banjë dhe kur kanë për të qëndruar për kohë të gjatë, me siguri duhet të ndrojnë të vishen me të mbathura mundësisht pambuku, të lira dhe do të ndejnë vetën rehat me njerë. Pastaj, nëse sa do pak ka një çrregullim, ka një kruarje, ka një parehati, ka një pezbatim, ka një infekcion, me njëherë ke doktorit tyre. Patjetër, dhe këto janë dhe më të shpërfaqshme tani në verë këto problematika, këto parehati dhe qoftë edhe infeksione më të rënda të cilat duhen patjetër të trajtohen. Po larja e robave intime kryesisht. Sa e rëndësishme është gradacioni, sapunët që zgjidhen për larjen e veshjeve, dhe këto sa irrituese janë në të njëjtën kohë. Unë do t'ju them një gjë, ose 2 gjëra më mirë se më kujtuan tash. Para njerë është që duhet të më dëgjojnë të gjithë vajzat dhe gratë, të më dëgjojnë, dhe vajzat e reja dhe ato që janë adoleshente. Ju lutem shumë, në çdo urinim që bëni, do lani vetëm vulvën dhe vagina nuk lahet. Pra, është absolutisht ndaluar dhe është e pakëshillueshme dhe nuk është shëndetësore që në vagin të futet ujë, në vagin të futet sapuni, në vagin të futet tamponet, në vagin të futen mjetet tjera. Të lagura. Sepse vagina është mbreti i funksionit. Ka 3 funksione. Ka funksionin seksual, ka funksion menstrual, ka dhe funksion e lindjes. Është organi brendshëm dhe vagina, unë e kam thënë dhe herë tjera dhe po e them prap, duhet jetë e lumtur. Dhe tani po hidhni poshtë një mit, pra nuk duhet as të fshihen as të lahen vajzat? Duhet të lahet vetëm vulva me ujë të rrjedhshëm të vakët, të pastër. Dhe i mundësisht, mos u fshini me letra, as me peshqir, as me piceta, as me një. Është një zakon që kam marrë vesh që fshihen nga mbrapa përpara. Infeksioni futet me njerë. Juve në çdo banjë të bëni, në çdo lagje që bëni, do ndroni të veshjet intime dhe njëkohësisht përdorni tharjen e flokëve. Si shvemi ne dhe lajmë duar dhe i vëm ke ajo aparati që në thanë, ajo do thanë. Sepse peshqiret, pëlhurat, picetat, janë të gjitha me mikroplastika. Po ju them një gjë, kohët e fundit shkenca ka vërtetuar. Në një pik ujë, që ne pim direkt me atë shishen gjëshkilse, janë 200 milion mikroplastika që futen në trupin tonë. Aq më tepër kur to që ndrojnë dhe në temperaturat larta. Dhe mikroplastikat janë rruzat vogla, më të vogla 5 mikron, të cilat ne nuk i shkojmë me sy, që futen nga lëkura, që futen nga ujit, që futen nga ushqimit, dhe që shkojnë në gjak dhe janë mysafir të panjohur, që janë futur, që imitojnë, janë shpërbërës hormonal, janë futur në gjak, imitojnë receptor. Jo, tek femrat. Është një hormon i lullëzimit femrët që është estrogeni. Po futën këto hormone... Ato imitojnë si estrogen jo natural. Blokojnë receptorët tanë, receptorët fiziologjik dhe shpërbëjnë hormonet dhe kryon një anovulacion, një cikl me dhimbje, një infertilitet, një mbipesh dhe në gjendjet që predispozojnë sëmundje kronike. Mes shumë faktorëve të cilët ekzistojnë sot që nga ushqimi i ajri, stresi e meradh, janë edhe veshjet problematika të gjitha veshjet brenda të e tjerave. vjetra dhe të gjitha veshjet që janë të ngjyrosura, qilimrat dhe veshjet tjera, nxjerrin pjesë të vogla që s'duken me sy, të cilat inspirohen, thithen. Kështu që gjithçka ju lutem me përpjekje bëni që të visheni me pambuk. Përveç veshjeve dhe ne kemi në shtëpi të gjitha këto, me objekte të ndryshme, me enë. Të keni kujdes shumë në kontakte me detergjentët, me këto larësit e banjave, me ato që përdoren në shtëpi, me të kuqen e buzëve, mos merrni diganet të cilat nuk ngjisin, po digani që ngjit është më mirë. Dhe asnjë enë plastike në shtëpi, as lugë, as pjata, as pirun plastik, as një ngrohje
në mikrovalë dhe asnjë ushqim që mbahet me plastik në frigorifer. Gjithçka do të jetë inox ose xham. Dhe në shtëpi, mundësisht do ta bleni ujit, do ta fusni një shishe në qelçe dhe me atë duhet të pini vazhdimisht. Jo të rri për një kohë të gjatë në plastik. Plastika 1, biselvone, me ftalatet dhe me të gjitha edhe perimet që marrim ne, duhet të lahen me kujdes të gjitha, sepse cilat kanë fungocide, herbicide, vezët që marrim ne, mishi që marrim ne. Mishi, vezët, janë 2 milion pula që nuk e shikojnë barin me sy që prodhojnë vezën nga koncentrati. Po kështu dhe mishi. Ushqimet e përpunuara, ushqimet e shpejta, ushqimet e paketuara që shikojmë në market, të gjitha janë lëndët përpunuara. Të gjitha. Fast foodet, pizzat, Coca-Colat, lëndjet e sheqerosura, ujrat e gazuara me ngjyra, bravo që janë ta, kanaqet, të gjithë veshja bëhet me plastik në brënda. Pra jemi gjithmonë të rrethuar, doktor, nuk kemi nga t'ja mbajmë, jemi të rrezikuar, por ne do kemi të shëndetin me gjëra. Do me thënë, shëndeti, veza është e mirë, peshku është e mirë, mëlçia është e mirë, fileta e pulës është e mirë, mishi, yndyrnat. Ushqimi do të jetë kryesisht proteinat, yndyrnat, mund të jenë një gjalp i mirë, një djath i mirë më të merret, dhe kufizim në maksimum i sheqernave të përpunuara. Absolutisht. Ne do të bisedojmë përsëri me doktor Shkëlqimin, ka publicitet, rikthehemi përsëri. Tani, një gjë tjetër që është shumë e kontraindikuar, që është jo fiziologjike, që më duket jo normal, në aparencë, di? Ma ndej një ditë me thënë drejtën, unë desha të ndaloj një gocë, i thosha, po pritjerë se këtu e ke gabim. Janë veshjet, gjinse të trasha dhe të shkurtra të ngushta. Do më thënë, ngushtësia e tyre, sa që unë ka rastet ku në vizit, ka lënë gjurmë ke barku, vetëm nga shtrëngimi që i bëjnë abdomenit në fund. Veshjet streqet që janë të ngushta, veshjet e ngushta, dhe pse janë pantallonat të shkurtra, dhe pse duhet marrë ultravioleti, dhe pse duhet marrë vitamina D, veshjet e ngushta, dhe pantallonat të shkurtra, me gjinse të trasha, janë jo të këshillueshme, sepse ka një gjë, ato ngushtojnë organet intime, ato nuk lejojnë qarkullimin e gjakut, ato lejojnë djersitjen, me njëherë. Dhe favorizimin e infeksionit mikotik. Dhe krimin e infeksionit. Pastaj këtu ka një gjë, ju lutem, më kuptoni. Kjo ka një kuptim, sepse vagina është me laktobacile. Pra, laktobacilet janë mikrobet miqësore që e mbajnë vaginën e lumtur. Dhe nëse ne do ndryshojmë klimatizimin e vaginës, dhe do të kemi uljen e këtyre bakterive, do rritet aciditeti pH i vaginës dhe do ngren kokë myku i pari, Escherichia coli, Gardnerella, Petvella, janë disa mikrobe të cilat jetojnë në vaginë bashkë. Të cilat çfarë shenjash japin? Çfarë shenja jep një infeksion mikotik vaginal? Ja, po ju them, infeksioni më i shpesh tek vajzat është infeksioni mikotik ose myku. Ne, myku 1, Gardnerella 2, Streptococcus, Staphylococcus, Klebsiellën, Escherichia coli e tjera, kanë 2 milion vjetë që janë këne, ne nuk i heqim dot, dhe gabimi më i madh është që të përdorim antibiotik. Antibiotikët, jo vetëm që vrasin këto përkohësisht, po zhdukin mikrobet miqësore. Dhe shkaktojnë atë që qemi ne disbakterioz, disbiozë e zorës. Dhe ne jetojmë dhe kemi shëndetin, kemi bukurinë, kemi energjinë, vetëm nga mikrobiomat. Dhe femrat duhet ta kuptojnë, kanë 2 mikrobiom. Një mikrobiom e zorës, e cila quhet edhe truri dytë, dhe mikrobiom e vaginës. Dhe çdo ndryshim i aciditetit. Aciditeti i vaginës do të jetë 3.8, 4.4. Po kaloj, fillon probleme. Një mikotik, një infeksion mikotik. Krijon një irritim, krijon një pezbatim, krijon një ndjenjë pa qetësie, krijon kruarje, krijon djegje dhe në aparencë kur e viziton sipërfaqja duket e skuqur si zjarr, si cipa e qepës. Shkëlqen ato labjet
vulva është e irrituar, është ajntur dhe po të hapësh me spekulum, shikon një përmbajtje gjize, sekrecione të bardha të gjitura, që po të heqish me pambuk, si përfaqja po shtyre të zergjak. Dhe me myku është në hund, është në sy, është në flok, është në lëkur, është në organe. Dhe këtë myk ne duhet të dominojmë, duke krijuar kushte optimale, ku ky të mos zhvilloj kokë. Po një ta gjë Escherichia. Tani, një urokultur, tek një vajzë, del me Escherichia dhe jep ciprofloxacinën, jep një antibiotik që është raketa që dërgon Putinin në Ukrainë. Tani, kjo mund të mjekohet me probiotik shumë mirë. Kjo do të ketë vitaminën D, do të ketë imunitetin, dhe Escherichia do rri atje ku është, atje ku e ka vëndi. Sepse ai shkon me rrugë hematogene nga zora. Ndërsa një antibiotika që më tepër i fortë që u përmendë do vrasë dhe bakteret e mira. Të gjitha këto do mjekohen të pari, sidomos myku. Do dy edhe nda. E para është konsulta, edhe gabimi më i madh që bëjnë disa vajza dhe graja është që shkojnë në farmaci dhe marrin mjekim vetë. Dhe ky është një gabim sepse ato mjekojnë për një kohë, po nuk shërohen kurrë. Kështu që duhet shkuar ke mjeku, duhet bërë kultura, duhet bërë analiza, dhe e dyta që kryesorja është dieta. Po, sheqeri për shembull është armiku kryesor. Myku e ka origjinën ke myk, ke tëmblat dhe te bulmetrat. Duhet të eliminojë sheqerin, duhet të lënë bulmetrat, duhet të ushqet me proteina, me yndyrna të kufizojë sheqerin dhe mbi peshën. Dhe myku ulet vetë, dhe vagina duhet të ketë pH-in vetë, duhet të bëhet gjithmonë në monitorim. Më fol pak doktor për ngjyrën e sekrecioneve, sepse ato janë me ngjyra të ndryshme, çka përcaktojnë vetëm shkallën po edhe llojin e infeksionit. Një nga gjërat më elementare është kjo. Vagina nuk duhet të bëjë erë lule, të mundohet me kjo. Vagina ka aromën e vet, ama nëse ti dëgjon një aromë ose ndjen një aromë jo të mirë të vaginës, kjo tregon që ka infeksion. Dhe vagina duhet të trajtohet më njëherë ke mjeku. E para gjë që tregon që vagina nuk është normal është aroma. E dyta në sekrecionet. Sekrecionet ushqme, sekrecionet që të bezdisin, sekrecionet që rje lagur, sekrecionet që zgjasin disa herë, sekrecionet që marrin natyrën e të verdhave, e të bardhave. Të bardhat zakonisht janë mikotike, të verdhat janë bakteriale, ndërsa sekrecionet ushqme, të lagura, rri vagina, vulva, gjithdile, dhe që ka sa do pak aromë peshku, është Gardnerella. Gardnerella është mikrob autokton i vaginës. Nuk e qim dot. Ama do të bajmë të nënshtruar. Dhe këte mban pH-i. Pra, elementi esencial i lumturisë së vaginës janë laktobacilet. Absolutisht. Nëse një infeksion nuk trajtohet, doktor, çfarë pasojë është sjell? Me që se dhe minutat fluturojnë, nëse një infeksion mikotik nuk trajtohet dhe neglijzohet, çfarë pasojë është sjell? Myku mund të avancojë, myku mund të bëhet kronik, dhe myku jep sëmundje rezistencë mikotike. Dhe ka një vështirësi shumë të madhe, dhe me keqja është sepse sistemi urinar dhe sistemi vaginal janë shumë afër dhe infeksioni mund të futet në urinë. Dhe pastaj ke urinim të shpesht, urinim me fenomene dizurike me djekje, vete në baj dhe duke si shgurur në shprap, dhe pastaj fillon urinimi i urgjencës, të vjen urina nuk e mba do të shkosh pra tjetër në baj, dhe të gjitha këto infeksione mund të përhapen dhe japin një inflamacion të përgjithshëm të sistemit genit të urinar. A është ngjitësh infeksioni mikotik? Pa tjetër. Në çfarë mënyrë? Meshkujt me marrëdhënie seksuale, nëpërmjet veshjeve, nëpërmjet mund ta marrësh mykun. Peshqirave të plazhit? Po patjetër, dhe me veshjet patjetër. Kështu që myku në esencë tek një të tregon që ka rënë rezistenca e trupit, ka ndryshuar mikrobiome e vaginës, janë krijuar kushtet optimale që myku dhe çdo lloj mikrobi tjetër të zhvillohet. Pse është rëndësishme mbjellja, testi, sepse dy vajza mund të kenë të dyja infeksion mikotik, por padyshim që të dyja nuk mund të trajtohen me të njëjtin mjekim, apo jo, sepse analiza ose lloji i mykut i kërpudhës mund të jetë i ndryshëm. Në këtë rast ka një gjë. E para është klinika, është vizita që bën doktori. Vizita dhe ekzaminim me spekulum është kryesori. E para, e dyta, vizita vaginale është shumë e rëndësishme, sepse tregon si e ka ndjeshmërinë e dhimbjes e gjitha. Dhe e treta është kultura. Kultura dhe ne bëjmë një kulturë, ne si zakonisht bëjmë një kulturë të vulvës, që quhet strishë vaginale, bëjmë një kulturë në 1/3 në jashtëm të vaginës që quhet kultura e vaginës, bëjmë një kulturë të qafës metrës për mikrobe
aerogen, ose me prezencë oksigjenit, ose jo, ose anaerob, dhe bëjmë dhe një uroplasm, mikroplasm, si dhe në rastet veçanta bëhet për gonoren edhe për klamidjen. Nëse një vajzë, një grua nuk ka shenja specifike apo simptoma specifike, a mund të ketë një infekcion të fshehur, por këto nuk janë të shfaqura në formën e shenjave apo operative? Jo, infekcioni vaginal ka këto shenja. E para është iritimi, janë sekrecionet, është dhimbja, është parehatia, është bezdisja, për shembull ne shikojmë në menopauzë që nuk del me infekcion, po ka një ulje të theksuar të estrogenëve dhe fillon tharja dhe djegja e vulvës dhe e vaginës. Spekulumi nuk futet, vagina bëhet të thatë, ato nuk veshin dot pantallona, nuk rrin dot në karrige, nuk ulen dot, dhe kjo gjë hyn sepse receptorët nuk ka më estrogen dhe veprojnë dhe receptorët e vaginës dhe të vulvës dhe receptorët e veshikës urinare. Dhe të njëjtën kohë, ajo ka djegje, ka thatësi, ka pezmatim të vaginës dhe fillojnë dhe urina. Urina e shpesht, urina me djegje, urina me urgjencë, dhe gjitha këto vijnë nga që mungesë përkës. Mund të mos ketë fare infekcion. Analiza dali normal, nuk ka mikrobe, por ka një ulje të estrogenit. Dhe duhet të mjekohet pa tjetër me estrogen bimor. Një tjetër pyetje ose shqetësim që na kanë shkruar dhe ata që vajzat dhe gratë që na ndjekin është pikërisht depilimi përfundimtar me lazer i zonës intime. A është e rekomandueshme dhe a ka ndonjë pasojë, doktor, keni informacione për këtë? Unë jam gjithmonë me biologjinë dhe me normën dhe me natyrën. Natyra është natyrë. Piloziteti e ka dhënë Zoti, nuk e ka dhënë shkencë, njerëzit. Ne duam një gjë, që organet intime t'i mbajnë me një pilozitet të kujdesshëm. Dhe piloziteti ka një rol, nuk është se është pa rol, se është pa funksion. E para njerë ka funksion e folikujve, e dyta ka funksionin që e mbron organ genital, dhe treti ka një gjë, që ti duhet të kujdesesh për pasur një pilozitet të rregullt. Është si puna e këtyre vajzave që ka një sindrom me poliendokrin metabolik ovarien sindrom dhe që kanë akne në fytyrë dhe që shkojnë heqin me lazer aknet dhe faktorët i kanë brenda se janë hormonal. Dhe piloziteti ka një gjë, duhet të mos bëhet me dyllë, duhet të mos bëhet me brisk shumë shpesh se epiritim të lëkurës, por një farë piloziteti duhet të ketë në anë vagina në kuptimin e fjalës. Tashi, ajo që i heq me lazer ka dëshirë që të mos ketë më pilozitet. A ka rrezik në fertilitet apo në shëndetin vaginal? Besoj që nuk ka nejtë të dhënë që e vërtetojnë dhe e sjellin të ndikoj ke veritetin. E kuptova. Doktor, faleminderit për këshillat e sotme. Ju uroj gjithë mirat edhe shëndet. Edhe në emër të vajzave dhe grave që ndjekin këshillat ginekologjike të doktor Shkëlqim Balilit, kalofshi bukur ditën e sotme, shihemi nesër në Reze Dielli. Ju uroj